Shkruan për Zogaj. Ja u dërhoj Berisha, po kush ta marr? Kjo është pyetja që dëgjohet shpesh mes demokratëve pas disfatës elektorale të PD-s në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, ku kjo parti me aleatët e saj 10 fishoi diferencën me Partinë Socialiste, nga rreth 2% para 4 viteve në rreth 20% tani. Kulti i liderit të pazvendësueshëm është ngulitur thellë në bllokun berishist të PD-s. Ai që e ka investuar më shumë se askush këtë atavizëm stalinist enverist ka qenë dhe është vet Berisha, duke shfrytzuar bartjet bot kuptimore të regjimit më parshëm në mendsinë e ndjekësve të tij. Krejt e kundërta e asaj që do të kishte bërë do të bënte në kushtet e daljes nga regjimi totalitar, një lider i iluminuar. Ai do të ndriçonte ndjekësit dhe zgjedhësit me kulturën e re politike të demokracisë, do t'i lartësonte mendrisht e shpirtrisht, duke sfiduar në rrafshin e bot kuptimit dhe bot ndihimit të tyre shkollën e kollajshme e meriste të shpirtrave të këqij. Do të promovonte një sistem të ri vlerash dhe zakonesh, ku individi që dyshon dhe mendon ndryshe për një çështje të caktuar nuk është armik por vlerë, sepse ky individ kërkues dhe jo turma që broret është bartësi së vërtetës dhe së drejtës, sepse demokratët nuk e kërkojnë të vërtetën dhe të drejtën në termat e bolshevizmit, por të diskutimit, konsensusit maksimal të mundshëm dhe bashkimit në diversitet, sepse një identitet politik përforcohet përmes mosdakordësive dhe jo unanimitetit të imponuara konformist, siç shkruan filozofi i shquar Roger Scruton në librin e tij të famshëm Si me qenë i djathtë. Të gjitha këto e plot të tjera janë urdhresa të shenjta të identitetit të një partie të qendrës së djathtë, që nuk është e djathtë sepse vetë pagzohet e djathtë, por kur funksionon si e tillë. Rinovimi i leadershipit është një tjetër urdhëresë kësaj. Pyetja kush duhet të na drejtojë konsiderohet e gabuar për kulturën demokratike. Në këtë kuptim pyetja kush duhet ta marrë PD-n po iku Berisha është e gabuar. Pse quhet e gabuar? Sepse në demokraci liderin e nxjerr gara e lirë, drejtë e barabartë. Këta element duhet funksionojnë në harmoni. Sikur njëri prej tyre të cënohet apo të mungojë, zgjedhja del me cene pa dobishme në qëllimin e fitores ndaj partisë kundërshtare. Barazia ka munguar në shumicën dërmuese të garave për zgjedhjen e kryetarit PD-s. Edhe kur i është dashur ta delegoj postin e kryetarit formal, duke mbetur vetë në rolin e kryetarit, zgjedhjet në PD i ka determinuar Berisha dhe pa barazia. Megjithatë, rinovimi formal i liderit, edhe pse me gjyle në përkëmbë, siç është shembulli i Lulzim Bashës, ka dhënë shkëndija dhe efekte pozitive. Në zgjedhjet e vitit 2021, Basha arriti ta hapte garën për marrjen e pushtetit, deri në fotofinish në Tiranë, në një kohë kur qeveria Ramos kishte në mbështetje më shumë banda elektorale edhe shumë zyrtar të korruptuar që kanë përfunduar në burgje ose në arrati këto 4 vite falhetimeve të SPAK-ut. Le të imagjinojmë impulset që do të kishte sjellë do të sillte në PD një lider që zgjidhet me garë të lirë, të drejtë, të barabartë, ku Sali Berisha ofrohet si një nga garantët e garës së barabartë, por nuk merr pjesë vetë dhe mban pa ansin. Ai duhet të zgjedh, të bjerë bashkë me të ose të lejoj ravgimin e saj si parti popullore në për histori të reja suksesi që do të ushtoheshin si në një stafetë të mëparshmëve me shenjën e tij, në të kundërt a rrezikon arkivimin vetë historia e subjektit. A e ka PD një lider apo lider të tillë? Ka më shumë se një, ka disa. Fituesi në një garë të drejtë forcon në kostumin e leadershipit vetë fitoria e pakontestuar, vetë përgjegjësia, vetë drejtimi i partisë në bazë të programit me të cilën ka bërë diferencën me rivalët, duke integruar ata si koleg në postet partijake. Një lider i tillë, reformues i komunikimit dhe akomodues i arsyes në parti, e çon PD-n drejt fitores në zgjedhjet e ardhshme. Por nëse Berisha do të këmbgul tipria saj drejt një disfate të re, edhe më të madhe, me secilin prej pasuesve të freskët të Edi Ramës, shanset për një rilindje të PD-s pas 5 humbjesh radhazit do të reduktoheshin në maksimum. Politologjia e vendos në kursin e zvoglimit të përshpejtuar një parti që humb kaq shumë zgjedhje radhazi. Në këtë pikë rasti Berisha unikal në Europën postkomuniste nuk ka shanse të sfidojë ligjësitë.